Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një tiramisu me topa. Kjo është një tiramisu pak sa ndryshe, nuk ka vezë, për ata që si preferojnë vezët në tiramisu dhe i kanë pak merak, kjo është tiramisuja speciale. Atëherë, për këtë tiramisu kam 200 gram biskota savoiardi, 150 gram e kam djath Philadelphia, 2 lugë gjelle i kam sheqer pluhur, 100 ml e kam kafe, pa sheqer, thjesht qeto kafe, dhe kemi kakao. Atëherë, për pjesën e kremit kemi 200 ml pana, 250 gram i kam mascarpone, 3 lugë gjelle i kam sheqer pluhur dhe 15 ml i kam kafe, po shqeto pa sheqer. Përdorni kafen që juve ju pëlqen. Atëherë, tek mikseri i qepës do bluajmë biskotat që do përgatisim tiramisun. Mikseri i qepës kemi grirë biskotat, do shtojmë brenda sheqerin pluhur, Philadelphia. Kakaon nuk është se do t'ja shtojmë brenda, kakaon e kemi për të kaluar topat. Dhe do t'i shtojmë edhe kafen. Dhe do t'i përzijmë të gjithë përbërësit bashkë. Kafja nuk duhet e nxehtë. Pasi brumin e kemi përgatitur, e kemi trazuar, e kemi përzirë derisa janë bashkuar të gjithë përbërësit. Do marrim nga brumi që neve kemi përgatitur me biskotat dhe me përbërësit e tjerë, do ta bëjmë një top dhe do ta kalojmë në kakao. E kalojmë në kakao dhe do ta vendosim në një pjatë ku kemi shtuar pak kakao dhe i vendosim sipër, derisa ti përfundojmë të gjitha. Kakaon e kam përdorur të hidhur, jo të ëmbël. Pasi kam përfunduar topat e tiramisus, do filloj dhe do përzij përbërësit e kremit. Do t'i shtojmë të gjithë në një enë. Edhe kafen. Dhe do t'i bluaj me mikser. Kremin e kam përzirë me mikser, e kam gati. Unë do t'i shërbej në gota, mund t'i shërbeni në tasa, ku të dëshironi juve. Në qoftë se nuk doni ta bëni individuale, mund ta shërbeni në një tavë të madhe. Është sipas dëshirës. Atëherë vendosim kremin poshtë dhe sipër do vendosim topat e tiramisus. Vendosni sa topa të dëshironi juve. Në këtë mënyrë. Mund t'i përgatisim edhe ndryshe, po themi i vëmë përzirë, mund të vendosim disa topa poshtë. Vendosim krem sipër. Dhe përsëri topa. Dhe në këtë mënyrë. Tiramisuja në formën e topave ka përfunduar, siç e pati ishte shumë e thjeshtë, por del me të vërtetë super e shijshme. Ju sugjeroj ta provoni. Ju bëf të mirë miq të dashur.